Përshëndetje miqit e mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Du me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do të shkojmë në Shkodër. Unë do të hap dritaren për një nën, ai quhet Arieta Hoxha, e cila do të tregoj sot martesën e saj që zgjati vetëm 2 vite dhe bashkëshorti e mori në makinë, e la në mes të rrugës dhe e braktisi duke i marrë edhe djalin e vogël. Por çfarë ka ndodhur në të gjithë histori, do të jetë Arieta ajo që do na i rrëfej ditën e sotme. Arieta, përshëndetje. Përshëndetje. Si ke qenë ti? Hajtë mirë. Me sa di unë ti jeton në Shkodër. Po. Dhe je nëna e një fëmije që fatkeqësisht nuk e takon. Po, Bugar Serbi. Sa vite u bë që nuk e takon fëmijën? 2021 se jam e dame. E dashur Arieta, ju keni qenë e martuar dhe jeni ndarë. Po. Çfarë vendi je martuar ti? Aja Serbi. Ke qenë e martuar në Serbi? Po. Kush ta ka gjetur burrin në Serbi? Ta të shkolla fëmijëve të 7 nënori. Por pse ti je rritur në jetimore? Ja, unë jetoj me dhënë, unë ku ka ke fëmijët të shkolla të 7 nënori, 2 motrat ma kanë bërë. Kanë qenë 2 motra, 2 shoqi që ta kanë Si ma kanë bërë këte, po. Ti nuk e njeh burrin tënd. Sigurisht, ai ishte një shtetas serb. Si quhet ish burri juaj? Peko. Dhe çfarë viti je Peko. E mban mend çfarë viti je martuar? U martu 2019. Çfarë ndodhi me martesën tënde? Si ndodhja punë që u dava një shumë. Të pavin të shohë si dridhje trupit. Mirë, qetëso, se e kuptoj që nuk je ngarkuar shumë nga ana emocionale dhe ke të vështirë, por qetëso dhe flasim të dyja si shoqe. E dashur Arieta, ti shkove nuse në Serbi, në çfarë qyteti jetove? Që thonë qytet Bugar Serbi, qytetet e Serbi, ose di atë vendin, atë. Ata vetë kanë ardhë. Ata erdhën vetëm morën nuse në shtëpi? Po. Por ti ishe dakord për atë martesë? Po. Por pse u ndave me burrin ti? Çfarë ndodhi? Dava se dita gjuhën, fëmijë s'ma kishin dhënë. Për një fëmijë ma shumë kur bani fëmija 1 vit e nuk dava. Sa bani ditëlindjen e djalit nuk dava. Pra, erdhi në jetë djali, ti solle në jetë një fëmijë dhe kur djali jot mbushi 1 vjeç, ai të ndau. Po, ndavi. Por ti fëmijën, ai ka marrë kujdestarinë e fëmijës, por ti fëmijën e takon? Ja. Por pse nuk e takon fëmijën? Nuk takoj, se ne marrë për natë telefonin nuk e takoj. Por çfarë të thotë ty ai? Se hap telefonin. A ke tentuar ti me ndihmën e vllajt të shkosh në Serbi për të takuar djalin? Jo, s'kam shku. Të ka marrë malli për djalin? Më bën djali 5 vjeç që kam të më bën 6 qershor, më 7 qershor bën 6. Të ka marrë malli? Bo, që ka më bën. Kur se ka dhënë fëmijën e stres për vetin, fëmijë se ka marrë, që është puna. Ti ke hyrë këtu në live me Odetën sepse kërkon ndihmë që të takosh djalin tënd. Ata më thane, pa ta binë, thane fëmijën, thane, për 2 javë, pa vijet marrë, se edhe me marrë, me pa uladin. Por ai kur të ndau, të solli në Shqipëri dhe iku, apo të përzor? Po, merë me i vëne vetë, që i të se punë të në rrugë malin, la mu këto, tha ma 2 javë, tha, pa vije ma, tha, me arë me pa, tha djalin, tha. A i se punë iq, me të marë se të mu, për 2 javë, tha, marë me të marë e pa uladin, asë merë. Do me thënë a i të la në mes të rrugës në Shkodër dhe iku? Po.
Dhe nga i moment ti nuk e ke parë fëmijën tënd. Ja. Bëhet fjallë. Kam bëjt djali 5-6, pa bëjt e 7 që shohë 6. Unë 5 vjetë që kam. Dhe i 100 vjetë që bëft, si e ka emrin djali? Pave. Ta gëzoj emrin. Edhe unë që kam marrë unë të dhej, se ka që më bëhet mu në dhej, kësha më thash, e kam minutën shumë. Të dhej kam marrë, se kur ka marrë. Ti jeton me vllajin tënd, është ai që kujdeset për ty Po sot. me vlla, se nane e babë në kanë dekujnë. Çfarë Rime nuse. moshe ju kanë vdekur prindrit? Në kanë dek 3. Sa vjeç ke qenë ti kur ka vdek nëna dhe babai? Unë kam 25 dhe 6. Keni Unë 39 kam bëtë e buri, 40 kam bëtë e buri, haj. E qartë, e dashur Arieta, por ju kishit një martesë ligjore bashk? Nuk kam vu kurorën e zonë. Ti nuk e vendosur kuror, po fëmia ku është regjistruar kur erdhi në jetë? Ko bë, ko skaceria, peko, se ka marrë në fin. Ka Po mirë, ti nuk ke një numër telefoni të ish vjerës, të ish kunati që të flasësh? Numërin e kam me 53, po nuk ka hap telefonin. Ti i bie vazhdimisht dhe ata nuk të përgjigjen telefon. Jo. Me bagja kishe bë njerë. Ti me ke fin të tuj. Atë numër do ma japësh dhe mua, dhe unë do tentoj që ti bie telefonit me shpresën që ata do më përgjigjen dhe do ma hapin telefonin. Tash, o më hapru ata, o me ma hap telefonin, tash, një në dy të bëjnë. Por ju, në këto vite që jeni ndarë, që në 2022 jeni ndarë, më the, si është jeta jote? Qa me po lote, po, ti e di vetës. Punon? Papa, punoj, Por pasrusin. puna është nder, çfarë do lloj pune që bën është nder, kështu që nuk është se punon sanitare. E dashur Arieta, por duke ditur që punon dhe merr një rrogë, pse nuk pret një biletë të vesh me vllajin në Serbi dhe të takosh djalin tënd? Pa bërë rrugë shtres me zemër. Sa do shtrenjtë të bëj, ato lekë si kur që lekë ti kishte mbledhur ditë për ditë, në kaq vite do ta bëje atë biletë. Po duhen lekë shumë, e mami me kruaj se a i ka makinë, unë s'ka makinë me zoj, duke me shku se bën makina shtrejt. Anë 60 euro, 70 euro, Përderisa ai të ka sjell, të ka braktisur, e ka marrë djalin, do të thotë që ai nuk do më kontakte me ty dhe nuk do që djali të ketë kontakte me nënën dhe kjo është e dhimbshme si histori, me aq sa po kuptoj unë. Por ti e ke dashur atë? Ke, burit da? Po. Ja. Por pse u martove? U martove, po të shajt si të ndjenjaja. A i ka ke 70 vjeqë, unë kam kënë 39 vjeqë, doj. Sa vjeç ka qenë burri jot? 70. Wow. O jam 39, 40 i kam bote burri. Por si u martove ti me një 70 vjeçar? Po se dita gjatë se thane, thane 65 vjeqë, po më thane 70. Por kur ti e pe që ai ishte si baba jot në mosh, pse nuk ike? Po se ka ditë që ti shone. Por a erdi të mori në shtëpi, a e peti në Shkodër? Unë e po, hajtash. Si hajt? Ti pas ke shkatruar veten tënde? Po, pa kena me bo. Uaj, të mërshme, Arieta, po vllai, jo si reagoj kur e pa? Po reagoj, po që ko me fanë, sej. Mu dhim s'ka historia jote. Ti qëndrove një vit me atë 70 vjeçar? 2 vjetë duke që najtë atë, 2 duke. Po përveç atit, kush jeton të tjetër në shtëpi? Ku natën e se ka pas murë, ku nati me bje zemër, edhe vjera si dëq. Vjera kolla me bërë. Ka vdekur kur ti ke qenë në Shtatzan?
Po. Por besoj që ish burri juaj, ai 70 vjeçar, ka qenë i martuar përpara, ka pasur fëmijë. Ja, se di, nuk ka thënë gjë. Se di. Por ti nuk e mësove do të gjuhën, si komunikove për gjatë atyre 1 viti apo 2 vjetëve sa ke qëndruar? Kam pas vjerë. Që fliste shqip? Shqip, edhe shqip edhe gjuhën të tyre. Vjera, Dish vjerë. ish Vjera ka qenë shqiptare? Periun shqiptare. Përderisa ka folur shqip, ndoshta ka qenë shqiptare. Po. Pra, nëpërmjet Vjerës ti komunikoje me burrin tënd. Po. Por ti nuk e doje, sa ai ishte i madh në moshë. E me do. Të kanë marrë më qafë me atë martesë, të kanë shkatëruar. Të dhanë për burrin 70 vjeçar, bëre një fëmijë me të, ai të braktisi dhe mbajti fëmijën, mbajti djalin. Po. Po e punë për më shumë për djallë se për vegja, fëmijëve vegje, fëmijëve dhe uladi, që kam ba vetë, që kam në mujsh, në anë. E dashur Arieta, po kur ai të solli në Shkodër dhe të la në mes të rrugës, Vjera të komunikoi diçka para se të ikje? Ja, Vjera ka dikë. Më falë, po, më thej që Vjera vdiq momenti kur ti ishe nuse në atë shtëpi. Po, le të themi konfliktet erdhën pasi vdiq Vjera? Po. Por, kur ai të solli në Shkodër dhe iku, ti fole në telefon me të, ato ditët e para? Ja. Nuk e folur? Nuk e folur me të, ja. Ai nuk e hapi kur telefonin? Ja, s'ma hap telefonin, qao. Po vllai juaj është përpjekur të flasi me ta? Ja, nuk të me zjerë vlla. Ja, mon personi. Jo, e qartë, ti e nëna, po pa dyshim që ti e pa fuqishme për të zgjidhur disa gjëra dhe pa tjetër që të duhet ndihma e vllajt dhe e familjes. Kanë hapë se kanë hapë ma telefonin, s'ma kanë hapë ma telefonin, edhe i shkru me ma zado se hapin celularin. Mua më vjen keq, dashur Arieta, që historia e jetës tënde që nga e dhimbshme, martuar me një burr 70 vjeçar, që të braktisi, të mbajti fëmijën, ai është i shteta serb, që ndoshta mund të ketë babain serb dhe nënën shqiptare, dhe uroj që ish burri juaj, Peko më the ka emrin. Peko. Nëse Peko do të ndiqte, ose do ta kishe përballë siç më ke mua sot, çfarë do i thoshe? Po për djallë në gjithë, gjëja e dalë edhe me gjyq edhe japin, edhe djallin edhe vajzën. Shkojnë edhe të nana, shkojnë edhe të baba. E di ma mirë, unë se ti. Këtë gjë do i thoshe ish burrit tënd, që mos të pengoj djalin që ta takosh dhe të flasësh. Mos me pengu me djallin me dhanë, që ka me dhanë, gjithë kushtë, janë dalë edhe me gjyq, e kanë pullën shminë, si të nana, si të baba. Unë uroj dhe shpresoj që ish burri juaj të informohet për këtë live dhe uroj që ti ta takosh djalin tënd sa më shpejt. Unë goja, faleminderit tuti malli, zati. Do ma dërgosh numrin e ish burrit tënd, do përpiqem ta telefonoj me shpresën për të ndihmuar. Kështu që të përshëndes dashur Ariet dhe uroj me zemër të bashkohesh me të virë. Mos hezitoj të më shkruaj në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por dhe ju, nëse keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live ora 10 me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.